Yunus Emre dhe dy zërat e lutjes. Në një mëngjes të heshtur, kur mjegula ende mbante mbi supe aromën e natës dhe zogj nuk kishin nisur ende këngën e tyre, Yunus Emre ecte ngadalë nëpër një shteg të ngushtë, mali. Hapat e tij nuk kërkonin destinacion, por kuptim. Ai kishte kohë që kishte mësuar se njeriu nuk humbet kur nuk di rrugën, por kur harron veten. Era i ledhaton të fytyrën dhe pemet përkuleshin lehtë, sikur i përshpërisnin diçka që vetëm zemra mund ta dëgjonte. Teksa ecte dëgjoi një zë që vinte nga larg. Ishte një lutje. Nën hijen e një ulliri të vjetër, një burr i moshuar ishte ulur në gjunjë. Duart i kishte ngritur drejt qiellit dhe zëri i dridhej. O Zot, lutej ai, më jep pasuri, më jep shëndet, më jep fuqi që të mos vuaj më. Largoi hallet e mia dhe mbushi ditët e mia me begati. Yunusi ndaloi dhe dëgjoi pa folur. Burri çante ndërsa lutej. Kishte mall, kishte dhimbje, kishte etje për një jetë më të lehtë. Pasi e përfundoi lutjen, burri uli kokën, sikur priste që qielli t'i përgjigjej menjëherë. Yunus Emre nuk tha asgjë. Përshëndeti e një buzëqeshje të qetë dhe vazhdoi rrugë. Pak më larg, pranë një përroj të vogël, ku uji këndonte mes gurve, dëgjoi një tjetër zë. Një djalë i ri rrinte ulur mbi një gur. Edhe ai lutej. O Zot, thaj me qetësi, se më jep dhimbje, më jep dhe forcë ta kuptoj. Nëse më jep lumturi, më ruaj nga mendjemallësia. Mos më jep atë që dua, nëse ajo më largon nga ti. Më jep zemër të mos harroj të falenderoj edhe kur qielli bëhet i errët. Yunusi u ul pranë tij dhe heshti për pak çast. Rroi vazhdonte të rrjedhte si një urdhësi që nuk ndalet kurrë. Përse lutesh kështu? E pyeti Yunusi më në fund. I riu buzëqeshi lehtë. Sepse dikur kërkoja gjithçka për veten, thaj, por një ditë kuptova se zemra ime mbetej bosh. Atëherë pyeta vetë, mos ndoshta nuk është jeta ajo që duhet të ndryshoj, por mënyra si e shoh unë jetën. Yunusi uli syt dhe mori një grushtujë nga përroj. Shiko këtë ujë, thaj. Ai nuk pyet nëse rruga është me gur apo me lule. Ai rrjedhë megjithatë pikërisht duke rrjedhur bëhet. I riu heshti. Njerëzit Yunusi shpesh lutën për të marrë, por pak lutën për të kuptuar. Njëri i kërkon Zotit të ndryshojë botën, tjetri kërkon ta ndryshojë zemrën dhe dije kur zemra ndryshon, edhe bota nis të marrë tjetër ngjyrë. Djali e dëgjoi me kujdes. Po cili prej tyre lutet më mirë, pyeti ai. Yunusi buzëqeshi. Zoti dëgjon çdo zemër, thaj, edhe atë që qan nga mungesa, edhe atë që falenderon në heshtje. Por ka një sekret që njerëzit e harrojnë. Lutja më e thellë nuk është ajo që del nga frika, por ajo që lind nga dashuria. Qielli nisi të hapet dhe drita mëngjesit preku si përfaqen e ujit, dukej sikur vetë natyra po lutej në heshtje. Para se të largohej, Yunusi i tha të riut: kur të ndihesh i humbur, mos pyet se po më ndodh kjo. Pyet çfarë po përpiqet jeta të më mësojë, sepse çdo plag fsheh një dritare dhe çdo errësirë ruan një angel. Ai vazhdoi rrugën e tij ndërsa në mendje i mbeti një mendim i thjeshtë. Njeriu kalon gjithë jetën duke kërkuar çelësa për të hapur dyert, pa kuptuar se dera më e rëndësishme është zemra e vet. Dhe zemra nuk hapet me pasuri, as me krenari, por me përullësi. Sepse ai që lutet vetëm për të marrë, mbetet rob i mungesës. Kurse ai që mëson të lutet për të kuptuar, fillon të shohë se mrekullit kanë qenë gjithmonë pranë tij. Në frymën që merr, në dritën e mëngjesit, në heshtjen që e mëson shpirtin të dëgjojë, në fund Yunus Emre kuptoi se njerëzit nuk ndahen mes të pasurve dhe të varfërve, as mes të diturve dhe të paditurve. Ata ndahen mes atyre që jetojnë duke kërkuar dritë jashtë vetes dhe atyre që guxojnë ta ndezin dritën brenda zemrës së tyre. E kur zemra ndizet, edhe nata më gjatë humbet fuqinë e saj.